Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku në vim për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Fëmijët e kopshtit të Gramshit që shfaqën dhe shenja elmimi javën e kaluar janë infektuar me salmonel. Autoriteti i ushqimit në Elbasan tha se analizat e kryera kanë treguar prani të salmonelës në vezët e konsumuara nga të vegjlit. Analizave ju nënshtruan dhe ushqimet të tjera si qumshti dhe mishi i pulës, të cilat rezultuan të pastra. 16 fëmijë dhe një edukatore e kopshtit të rezultuan të infektuar dhe kërkuan ndihmë mjekësore. Helmimi i fëmijëve dhe një prej edukatoreve në një kopsh në Gramsh ka ardhur nga konsumimi i vezëve. Sipas autoritetit kombëtar të ushqimit në Elbasan, mostrat e vezëve të marra në kuzhinën e kopshtit, pas analizave të kryera kanë rezultuar të kontaminuara me salmonel. Salmonela është bërë shkak që të paktën 16 fëmijë dhe një edukatore e kopshtit të shfaqnin probleme shëndetësore. Qumshti dhe nënproduktet e tij, sipas autoritetit kombëtar të ushqimit, nuk kanë rezultuar me probleme. Aktualisht, kopshti numër 1 në Gramsh vijon të jetë mbyllur. Fëmijët e këtij kopshti u ndjen keq pasi konsumuan drekën të njëjtën e javës së shkuar. 6 prej fëmijëve kërkuan ndihmë mjekësore në spital. Ngjarja u denoncua nga familja e një prej fëmijëve të shtruar në spital, pas analizave të cilat treguan se i vogli ishte infektuar me salmonel. Ushqimi në këtë kopsht mundsohej përmes shërbimit të cateringut. Për ngjarjen po heton prokuroria dhe policia lokale. Policia e Tiranës ka goditur një grup të trafikut të armëve. Rrjeti trafikonte kryesisht armë nga Kosova në Tiranë me qëllim shitjen e tyre në kryeqytet. 10 persona ranë në pranga, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjatë operacionit u sekuestruan 14 armë zjarri, municione, automjete dhe një sasi fara kanabisi. Një rrjet kriminal që trafikon të armë është goditur nga policia për herë të tretë brenda pak muajsh. 10 persona ranë në pranga, ndërkohë që 2 të tjerë janë shpallur në kërkim policor. Policia arrestoi shtetasit Emirel Tusha, Leandro Haxhiaj, Fabrizio Berberi, Ricardo Hajdaraj, Visar Morati, Kevin Faruku, Geraldo Muraj, Adriano Shehu. Po nga njëjti operacion u arrestuan edhe Altin Pajaziti dhe Kadri Prushi. Policia sekuestroi 14 armë zjarri, krera dhe municion luftarak, 3 automjete, 8 celular dhe një sasi farash kanabis. Pistoletat shiteshin në qytete të ndryshme me çmime 1.500 deri në 2.500 euro copa. Armët janë dërguar në laborator për të verifikuar nëse janë përdorur në ngjarje të tjera kriminale. Policia thot se shumica armëve silleshin nga Kosova në Shqipëri, ndërsa brenda vendit ton kanë qenë 2 baza ku merreshin armët në Nikel dhe në Shkodër, më pas silleshin në Tiranë, ku dhe shpërndaheshin tek blerësit. Trafiku i armëve kryesisht bëhej me automjete, por edhe me autobus. Ditën e sotme është mbajtur një tjetër seancë gjyqësore, konkretisht në apelin e gjykatës së posaçme për Florencë Çapjan. Unë do të lidhem drejt për drejt me Ermal Vion për të marrë më shumë detaje. Ermal, përshëndes, çfarë vendosi apeli i gjykatës së posaçme për Florencë Çapjan? Ka qenë një seancë për vlerësimin e masës së sigurisë arrest në burg ndaj Florencë Çapës, ku edhe gjykata apelit të posaçëm la të njëjtën vendim të dhënë nga shkalla e parë, duke vijuar që Florencë Çapja të mbahet i izoluar në masën e arrestit në burg. Kjo në lidhje në fakt me hetimet e prokurorisë sa i takon dosjes Plumbi Art, ku Florencë Çapja rezultoni përfshirë në një sigurim kushtesh për të kryer vrasje, ku nga hetimet e prokurorisë dhe nga dëshmia e Nureddin Dumanit ka rezultuar se Florencë Çapja ka urdhëruar vrasjen e Sokor Sanxhaktarit, dhëndrit të ish kryeբashkiakut të Elbasanit Qazim Sejdini. Nga ana tjetër, përmes avokatit të tij mbrojtës Florencë Çapja, i cili nuk ishte i pranishëm në seancën e sotme, ka pretenduar se nuk ka qenë përdorues i aplikacionit Sky Encrochat, ku
Dumani në fakt ka pretenduar se ka marrë porosim për të realizuar vrasjen, e gjithashtu nuk është ai personi as urdhëruesi i këtij atentati, që duhet thënë se nuk ka ndodhur pra si atentat, por prokuroria nga ana tjetër pretendon se Florenc Çapja është urdhëruesi i këtij atentati dhe ka urdhëruar pikërisht Nurettin Dumani për të kryer ekzekutimin. E nga ana tjetër, kujtojmë në fakt që Florenc Çapja është i dënuar dhe me vendim të formës së prerë me burg për jetë për një ngjarje të ndodhur në vitin 2012 në qytetin e Elbasanit, ku prokuroria akuzon si një nga organizatorët dhe porositësit e vrasjes Gentian e Nezir Beqirit në gusht të vitit 2012 në Elbasan. Faleminderit Malvia për raportimin dhe detajet që ndape me ne. Ne do të vijmë të diskutojmë për ngjarjet e kronikës, duke patur në fokus patjetër zhvillimet e ditës së sotshme, por edhe më tej. Me mua në studio është bashkuar Etleva Delia, është autore e emisionit Gjërat Tona në ABC News. Përshëndetje, faleminderit Etleva. E thash në fakt që do të diskutojmë për ngjarjet e kronikës, duke patur parasysh se është Elbasani, dosja Plumbi i Art, që përgjatë ditëve të fundit ka qenë në qendër të vëmendjes, duke sjellë në vëmendje patjetër edhe dëshmin për herë të parë që pati bashkëpunëtori i drejtësisë dje, Erion Alibej, që zbardhi në fakt një sër ngjarje. Sot kemi këtë vendim të apelit posaçëm edhe për Florenc Çapjan, që aktivitetin kryesisht e kanë patur në Elbasan. Çfarë po ndodh në këtë drejtim? Në fakt, me dëshminë e Erion Alibejt, e cila është seanca e parë që u zhvillua dje që ai filloi të rrëfehej, do ketë episode të tjera, nëse është vetëm fillimi i atyre çfarë ai di dhe çfarë ka thënë edhe më parë në momentin që ka pranuar të kthehet në bashkëpunëtorët e drejtësisë. Ndryshe nga Nurettin Dumani, i cili kishte informacione, por ishte si person që ishte kontraktuar nga grupe të ndryshme kriminale për realizimin e vrasjeve, në këtë rast Erion Alibej është një nivel tjetër të penduar i përsa i taket statusi që ai ka pasur, duke qenë se ishte një nivel drejtues, të themi ishte drejtues i një prej klaneve, grupeve që vepronte në Elbasan, të paktën pas vrasjes së vllajt të tij në masakrën e Bradasheshit në vitin 2018, pasi siç e ka deklaruar edhe ai në dëshminë e tij, deri në këtë moment ai nuk ishte përfshirë dhe nuk kishte pasur të bënte me qoftë me trafikun e drogës, qoftë me vrasjet me pagesa për përplasjet mes grupeve kriminale të Elbasanit. Në fakt, këto janë ngjarje të përgjakshme, që përgjatë viteve ne kemi transmetuar detaje dhe gjithçka tjetër, duke sikur gjithçka është drejt zbardhjes me bashkëpunimin që ka tani me autoritetet, qoftë Nurettin Dumani, me ato që ne kemi transmetuar, po së fundmi dhe Erion Alibej, edhe patjetër fokusi edhe tek gjithë ata që po ekstradohen nga Dubai. Grupet e Elbasanit, në fakt kanë qenë 4 grupe të tilla, 2 të konsideruara në nivelin më të lartë të krimit organizuar, siç janë organizatat kriminale, organizata Çopja dhe Çela, nga ana tjetër grupi Çapja dhe së fundmi grupi Alibej, janë grupe që u goditën dhe u dolën, u ekspozuan personazhet dhe drejtuesit e tyre kryesisht nga bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe së fundmi edhe nga biseda që ata kanë bërë me njëri tjetrin në platformën Sky, të shpenguar me idenë që nuk përgjoheshin dhe aty më tepër janë ekspozuar më shumë, pasi kanë folur me detaje dhe lirshëm për gjithçka. Edhe Çapjat, edhe Çelajt, po domethënë edhe grupet e tjera aty u ekspozuan fillimisht nga bashkëpunëtorët e drejtësisë. Në rastin e Florenc Çapjas, për të njëjtën ngjarje për cilën ai tashmë është dënuar me burgim të përjetshëm, siç është vrasja e vitit 2012 në Elbasan, ai ishte shoqëruar dhe ndaluar disa herë me dëshmi, me prova që ishin rrëzuar më pas nga gjykata, personazhe që kishin dëshmuar dhe më pas ishin tërhequr dhe u desh një ndër vrasjet që ata kishin kontraktuar për të realizuar krimin, që të kthehej në të penduar, siç ishte Elvis Bardhi dhe të ekspozonte gjithë domethënë që solli fundin e tyre, pasi fillimisht u dënuar me burgim përjetshëm xhaxhai i tij Ardian Çapja dhe më pas edhe Florenc Çapja. Nga ana tjetër, grupet e tjera që po ashtu u ekspozuan nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, ndërsa tashmë është radha e Erion Alibejt si një drejtues i grupeve të Elbasanit që po tregon jo vetëm lidhjet e grupeve mes njëri tjetrit në Elbasan, por edhe faktin se si është zhvilluar trafiku i kokainës ndër vite jashtë Shqipërisë dhe më pas përplasjet kanë ndodhur po në Elbasan, gjithashtu edhe lidhjet e forta që ata kanë pasur pjesëtar të grupeve të ndryshme me policinë e shtetit, me shefa policie, policë që ishin të pajisur me platformën Sky, që komunikonin lirshëm dhe i shërbenin në krimit në shumë raste në Elbasan, por ashtu
ai ka shpjeguar edhe se si kishte ai akses në sistemin Teams duke u vënë në dispozicion fotografi dhe çdo informacion që ai kishte të nevojshme dhe ai në dëshminë e tij tregonte se e kishte në dorë dhe shifte gjithçka dhe kontrollonte gjithçka. Pa përmendur këtu faktin që ai ishte i pajisur me një radio policie dhe edhe pse ishte person në kërkim, lëvizte lirshëm pasi kishte frekuencat e policisë dhe në momentin që dëgjonte në radio targën e mjetit të tij, kishte më të thjeshtë për të larguar. Pra, edhe fakti tjetër që një person në kërkim, pavarësisht se i ka ndodhur një masakër në familje, pasi ai kështu e konsideron ngjarjen e Bradasheshit, sepse u vran vllai, xhaxhai dhe një mik i familjes shtetit turk, ai lutet që të shkojë në polici nga drejtuesit e policisë e Elbasanit në atë kohë, dhe pavarësisht se ishte në kërkim lejohet që të vazhdoj të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit dhe sigurisht një njeri që është i lirë, është në kërkim, nuk ka asgjë për të humbur. Për më tepër, shpjegon edhe lidhjet, dyshim madje i përmend një shef komisariati në Elbasan që thotë i shërbente familjes Suel Çelës. Eltiva, dëshmitë e Nurettin Dumanit kanë kaluar me jo pak polemika sa i takon vërtetësisë të tyre ose pikpamjes ndryshe ndoshta. Më fol pak nga ajo që ka arritur të shohësh nga dëshmia parë Ali Bejt. Çfarë niveli dëshmie dhe zbardhjesh ngjarjesh kriminale mund sjell ky i penduar i drejtësisë dhe patjetër dua edhe një koment për të, do të thënë sa e suksesshme mund themi është puna e prokurorisë posaçme në këtë drejtim, në bërjen e Ali Bejt bashkëpunëtor të tyre. Në fakt, dëshminë e parë si i penduar dhe faktin në momentin e parë që ka pranuar të kthehet në bashkëpunëtor, Erion Ali Beji ka dhënë për prokurorët belg, të cilët pashtu kishin një hetim të njësur atje, siç rezultoi edhe më vonë vitin e kaluar që pati një bashkëpunim mes prokurorisë së Belgjikës dhe SPAK-ut për goditjen e klanit Çopja, dhe një hetim i njësur atje për vrasjen e një prej anëtarëve të klanit Ali Bej, siç ishte Arjan Spahiu, solli prokurorët e Belgjikës tu që morën një deklarim të Erion Ali Bej, që në fazën e hetimeve paraprak ai kishte thënë pothuajse një pjesë të madhe të atyre çfarë dinte, por siç e thash edhe në fillim, ndryshe nga Nurettin Dumani që u ndje i rrezikuar, u ndje i friksuar pasi mbeti i plagosur një atentat ku ai ishte nisur vetë të kryente një vrasje dhe mendoi se e shitën, madje ai përmend edhe Suel Çelën si një prej personave që mund ta ketë nxjerrë në prit. Erion Ali Bej është nivelin e një personazhi që ishte drejtues, pra mund të ketë edhe më shumë informacion për lidhjet mes grupeve kriminale, jo se nuk ishte Nurettin Dumani, pasi çdo dëshmi e dhënë, qoftë nga ai, qoftë nga çdo i penduar tjetër, është mbështetur edhe në prova dhe në fakte të tjera që është e besueshme dhe është e rëndësishme për hetimet e çdo ngjarje kriminale që tashmë po hetohen nga SPAK. Prandaj po them që mund të ketë spekulime për ngjarje që mbase ju faturohen personave të tjerë nga i penduar që pranon të rrëfejë gjithçka dhe mendon se din gjithçka, por nga ana tjetër çdo thënie e tyre është e mbështetur në prova të tjera dhe së fundmi edhe nga biseda që ata kanë zhvilluar në platformën Sky. E qartë. Unë dua që së bashku të ndalemi edhe tek një operacion, tek një aksion të marrë ditën e sotme nga Policia e Tiranës, edhe dua sigurisht që ta komentojmë së bashku, duke patur parasysh se është vijimi një tjetri ku janë arrestuar 2 persona. Sot kemi 10 persona të arrestuar, bëhet fjalë për trafik armësh mes Kosovës dhe Shqipërisë. A është kjo një rrugë që ndiqet gjithmonë? Është një linjë trafiku armësh, është ndeshur edhe më përpara, ka pasur persona të tjerë të arrestuar, mund të jetë vijimi i saj, mund të jetë edhe në një linjë paralele grupeve të tjera, por që është si një rrugë që tashmë është bërë edhe më herët. Ndoshta duke qenë se janë përballur edhe me rastet më parshme, policia është më vigjilente tashmë dhe ka nisur edhe hetime proaktive në bashkëpunim me prokurorinë që të mbajnë në vëzhgim dhe kjo tregohet edhe në operacionin e sotëm që ata janë kapur në flagrancë, kanë qenë në monitorim gjatë gjithë kohës, por është një nga linjat që prej vitesh funksionon në trafikun e armëve, ndoshta edhe në trafikun e drogës, por kryesisht në të armëve që bëhet nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. Ka ndonjë arsye specifike pse ndodh kështu? Ndoshta ndiqet si një linjë më e thjeshtë nga trafikantët, duke qenë se i njohin edhe më mirë kufit, rrugët, janë edhe më të sigurt, pasi kanë edhe mbështetje
ndoshta edhe nga strukturat të tjera. A shërbejnë këto lloj aksionesh, operacionesh edhe ekspertiza që i bëhet armëve për të zbardhur ngjarje të ndryshme kriminale? Kemi të dhëna në këtë drejtim apo jemi ende errët? Deri në momentin që të bëhet një ekspertizë e armëve për të kuptuar nëse ato janë armë të pastra, le të themi që nuk janë përdorur në krime, apo ka pas armë që mund të jenë përdorur në ngjarje të tjera kriminale, këto nuk mund ta themi pasi duhet ta përcaktoj laboratori i policisë shkencore, por ka pasur raste që në goditjet më parshme, në raste të tjera kanë rezultuar që të jenë gjetur armë edhe fakti ku janë marrë dhe si janë përdorur dhe ku janë përdorur. Mund të shërbejnë edhe për ngjarjet, për zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Ka një aktivizim të strukturave ligjzbatuese konkretisht policia e shtetit, po edhe përmes forcave elitare që ne raportojmë ditë pas dite për aksione të shumta apo është perceptim? Jo, në fakt ka masa të shtuara kryesisht për qoftë edhe për armbajtjen pa leje, por edhe kryesisht për trafikun e armëve, sigurisht është më e rëndë se kaq. Mendoj se është një angazhim edhe një punë më e madhe që ata po bëjnë në këtë drejtim, sepse është një nga armët kryesore që kanë në dorë sot grupet kriminale. Edhe duket sikur janë më në qendër të vëmendjes sa i takon këtyre lloj aksioneve dhe operacioneve? Unë besoj se po, është një vigjilencë më e shtuar edhe e kanë marrë më me seriozitet këtë çështjen e zbulimit të linjave trafiku dhe personave që mbajnë armë pa leje. Faleminderit. Faleminderit Etleva që ishe me mua në studio. Kënaqësi si gjithmonë. Kryeqyteti shqiptar transformohet vit pas viti, ndërsa piramida në qendër të saj është kthyer në një pikë referimi për të huajt që vizitojnë Tiranën. Në një shkrim të medias ndërkombëtare Bloomberg, piramida e Tiranës cilësohet si një objekt që përfaqëson një Shqipëri në ndryshim. Piramida e Tiranës është tashmë qendra e një kryeqyteti në lullëzim. Kështu shkruan media ndërkombëtare Bloomberg për kryeqytetin shqiptar, ndërsa e cilëson piramidën si një simbol të Shqipërisë në ndryshim, ndërtesa e lartë e epokës komuniste për ish diktatorin Enver Hoxha, i cili sundoi vendin për më shumë se 40 vite pas luftës së dytë botërore, ofron pamje të qarta të qendrës së qytetit, thuhet në artikull. Bloomberg shkruan se pamja e re e rafinuar e piramidës është një lloj mikrokozmosi për zhvillimin e kryeqytetit të Shqipërisë, ku praktikat perëndimore duket se dominojnë, ndërsa një bum ndërtimesh ka sjellë vende pune dhe rikonstruksione të rrugëve, shesheve dhe periferive. Bloomberg shkruan se transformimi në kryeqytetin shqiptar nisi në vitin 2000, kur kryetar bashkia i Tiranës u zgjodhi Edi Rama, i cili fitoi famë për iniciativën e tij për të rilyer banesat e zymta të epokës komuniste të Tiranës. Më vonë ai nisi një masterplan urban, i cili përfundimisht u bë projekti Tirana 2030, i cili propozonte një transformim rrënjësor të qytetit i cili po ndryshonte me shpejtësi. Jo shumë larg piramidës, një ish bunkeri i regjimit me maj kupole, që dikur përfshinte një dhomë gjumi për ministrin e brendshëm të Partisë Komuniste, është transformuar në një hapësirë muzeale me rikrijime të zyrave të përdorura nga sigurimi dhe policia sekrete e regjimit, ndërsa shumë pranë sheshit Nën Tereza, një sër hotelesh moderne janë ngritur mbi muzeun e zymt arkeologjik. Në shkrim analizohet edhe kriza ekonomike në vitin 1997, ku humbjet e mëdha në skemat piramidale shkatëruan kursimet e qytetarëve, ndërkohë që gjithçka mori një kthes të fortë zhvillimi që prej vitit 2022, ku pamja në Shqipëri ka ndryshuar rrënjësisht. Turizmi është në rritje, ndërsa këtë vit Jared Kushner siguroi miratimin për të zhvilluar një vend pushim luksoz prej 1.4 miliard dollarësh në ishullin e Sazanit, rreth 100 kilometra nga kryeqyteti, ndërsa Shqipëria aktualisht po përgatitet për antarësim në BE, shkruan Bloomberg. Piramida është sigurisht ndër projektet më të ndritura qytetare që po riformësojnë kryeqytetin. Në këmbë nga Kaseli i Gjermanisë në Prishtinë. Ky ka qenë misioni vullnetar i Albert Lubenicit, 53 vjeçarit nga Kosova që përshkroi 1900 kilometra nga 18 prilli kur u nis nga Gjermania. Për çdo kilometër të rrugës ai siguron €1 nga një fondacion në Suedi, ndërsa paratë mbledhura do të shkojnë për të ndihmuar fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuar në Kosovë. Shtetin ku e ka destinacionin final e mbërriti. Në ditën e 42 të sfidës që i vuri vetës, këmba e Albert Lubenicit shkeli në tokën e Kosovës. Kjo ndodhi të enjtën në mesditë në jarinje pikën kufitare me Serbinë.
Udhtimi prej gati 1900 kilometrave nuk ju duk aq i gjatë e i vështirë. 53 vjeçarit që u nis në këmbë nga Kaselli i Gjermanisë më 18 prill për të mbërritur në Prishtinë. Jo, nuk ka qenë aq sfidë e vështirë, kam kalu si që është mes mirë ti. Rrugëtimi që e bënte veç ditën nuk ja sfidoi aq shëndetin. Ku të rrugtoj 38 dhe në 22 km mesatarisht, kjo është gjonë e moni që ki edhe nga pak vështirësi në këmbë, mi po fizikisht çdo gjë është mirë. Kjo kauze ti u ndërmarr për të ndihmuar fëmijët dhe personat e moshuar me aftësi të kufizuara, duke sjell paku materiale për ta në bashkëpunim me një fondacion suedez. Unë si më të kam €1 për kilometër, do kenë shtretër elektrik, karroca për njerëzit që nuk mund të ecin, pastaj shëtitore për banjo, pampersa e gjëra të ndryshme. Ne paguajmë vetëm pjesën logjistike, ato na dhëron Fondacioni Human Bridge nga Suedia. Në pak kilometra, Alberti u shoqërua edhe nga familjarët, për të cilët ky udhtim që stresues. O shko një për rrugtimeve që na kemi prit mas shumti me ankth, për vetë faktin se ka pas me kalu në për territorin e Serbisë dhe nuk e kemi një vetën të qetë. Mi po, si mas fjallet tina ka kalu gjithçka rregull. Albert Lubenici synon që më 1 qershor të mbërrijë në Prishtinë, ndërsa fëmijëve të sos fshatit me rastin e ditës së tyre do t'u bëj dhuratë një ekskursion gjithditor. Mjetet materiale që mblodhi tha se do t'i dorëzoj më vonë. Nxehtësia ekstreme e regjistruar zyrtarisht gjatë vitit të fundit ka shkaktuar probleme globale, si për rritjen e sëmundshmërisë, po ashtu edhe për ngrohjen globale, për mbytyjet apo dëmet në bujqësi. Shkencëtarët thonë se rritja e temperaturave globale do të ndalet kur të ndalojë djegja e lëndëve fosile. Nga maj i vitit 2024 deri në maj të 2025, rreth 4 miliard njerëz ose gati gjysma e popullsisë së botës përjetuan të paktën një muaj me nxehtësi ekstreme për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga aktiviteti i njerëzit, sipas një analize të publikuar nga World Weather Attribution, Climate Central dhe Kryqi i Kuq ndërkombëtar. Raporti thekson se nxehtësia ekstreme ka shkaktuar sëmundje, humbje jete, dëme në bujqësi, depresion të madh mbi sistemet energjetike dhe ato shëndetësore. Edhe pse përmbytjet dhe ciklonet shpesh marrin vëmendje mediatike, nxehtësia është ndoshta fatkeqësia më vdekjeprurse, thuhet në raport. Shkencëtarët përdorën metoda të rishikuara shkencërisht për të analizuar se sa shumë ndryshimet klimatike kanë ndikuar në rritjen e temperaturave dhe sa më të mundshme janë bërë valët e të nxehtit si pasojë e tyre. Në pothuajse të gjitha vendet e botës, numri i ditëve me nxehtësi ekstreme është të paktën dyfishuar krahasuar me një botë pa ndikimin e ndryshimeve klimatike. Ishujt e Karaibeve ishin ndër zonat më të prekura, me Puerto Ricon që përjetoi 161 ditë me nxehtësi ekstreme në krahasim me vetëm 48 ditë që do të kishin ndodhur pa ndryshimet klimatike. Valët e të nxehtit janë vrasës të heshtur, tha profesoresha Frederick Otto, shkencëtare e klimës në Imperial College London. Njerëzit nuk vdesin në rrugë, por në shtëpitë e tyre të paizoluara mirë ose në spitale dhe shpesh nuk shihen fare. Ajo paralajmëroi se pa ndërprerjen e karburanteve fosile, situata do përkeqësohet. Sapo të ndalojmë së djeguri lëndë djegëse fosile, temperatura mesatare globale do të ndalojë së rrituri, dhe kjo gjithashtu do të thotë se rritja e ditëve me vap do të ndalet. Por sigurisht, ana tjetër e kësaj është se përsa kohë që vazhdojmë të djegim lëndë djegëse fosile, do të shohim një rritje të vazhdueshme të numrit të ditëve me vap ekstreme. Nuk jemi të bllokuar nga një këndvështrim fizik, jemi të bllokuar për shkak të situatës politike. Raporti përmend edhe disa ngjarje ekstreme të nxehtësisë, të cilat nuk do kishin ndodhur nëse s'do kishte ndikimin e njeriut në ndryshime klimatike, siç është për shembull ngjarja e ndodhur në korrik të 2024-s në Marok, ku 21 persona humbën jetën pasi temperaturat arritën 48 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme. Zhvillimet e fundit përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërë është dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.